Gjatë pramit të së shtunës, Selin mori një letër nga babai i saj, ku shkruante që të vazhdonte lojën e saj. Për të gjithë ata që nuk e kanë parë, letra shkruante që Selin të përdorë strategjitë e veta dhe të mos lërë Mirin apo askënd tjetër që ta përdorë atë. Babai i saj i shkruan asaj që vetëm ai mund t'ja përkëdhel flokët dhe jo Miri, pasi kjo lojë e tij është shumë e pisët, dhe Selin duhet që të luaj vetëm. Selin është përlotur shumë nga kjo gjë dhe ka vendosur që të distancohet pak nga Miri, përderisa e kemi parë gjatë pramit. Megjithatë, më pas, Miri u zgjodh të kalonte në akuarium nga Stelina, një dhomë ndarë nga banorët e tjerë të shtëpisë, duke i ndarë në një mënyrë ose një tjetër banorët. Big Brother VIP ka ndarë momentin kur Miri u fut në dhomën e rrëfimit pas pramit për të komentuar situatat. Banori nuk i mbajti dot lotët duke thënë, s'duhet të kisha ardhur këtu, të paktën sot. Mori letër nga Jati. Unë e dua sepse është super njeri. E manifestoi gjithë shtëpia, janë ndan nga krevati, u kënaqën. Pas kësaj, ai është futur përsëri në akuarium, megjithatë duket që është shumë i përhumbur dhe mundohet që të shpreh apo të gjejë ndonjë mënyrë për të folur me Selin, e cila vazhdimisht vjen tek dera e dhomës për të komunikuar me Mirin. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Miri e bën këtë gjë vërtet pasi e don dhe vlerëson Selin, apo do ta përdor këtë gjë edhe për lojë, ashtu siç mendon Jati i saj? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.